Në këtë sezon veror Bregdetit të Vlorës i shtohet një tjetër shëndetore e cila do të shërbej për automjete drejt jugut apo edhe për këmbësorët, pasi është konceptuar si një pedonale. Bëhet fjalë për Lungomare 3, që tashmë po merr formë nga dita në ditë dhe së fundmi kanë ndezur edhe dritat. Pamjet që po ndiqnin në ekran të filmuara nga televizioni 6+1 Vlora sjellin momente se si duket gjatë natës shëndetoria bregdetare. Ajo është ndriçuar dhe i ka shtuar edhe më shumë bukurinë kësaj zone bregdetare. Segmenti Lungomares shtrihet përgjatë vijës bregdetare nga tuneli ujë të ftohtë deri në Orikum, ndërsa ky projekt shumë i rëndësishëm i zhvilluar nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit dhe Qeveria Shqiptare ka vlerën e 15 milion eurove, prej të cilat $3 milion hua janë dhënë nga Fondi Saudit për Zhvillim. Projekti përfshin ndërtimin e shtigjeve përgjatë vijës bregdetare, shëndetore, rrugë për bicikleta paralel me shëndetoren, trotuar, gjelbërim dhe ndriçim. Rimodelimi i zonës prek 20 kilometra, duke nisur nga tuneli në Orikum, ndërsa tashmë në këtë investim është ndezur edhe ndriçimi rrugor, duke bërë këtë rrugë një vlerë të shtuar për sezonin turistik të këtij viti për Bashkinë e Vlorës.